ky gabim, këto kleçka, këto trafikime, këto urdhra që thotë Sula, nuk janë sinonime me njëra tjetrin, kupton, po janë emërtime të ndryshme të të njëjtit proces. A kanë këto një regji të fshet? Pra ne i hodhi zoti Sula dyshimin, thotë që ka patur urdhër nga lart, që do thotë për ta shqipruar për ata që janë kafër, që thotë Sultani Mehmeti, po jo gjithmonë kanë mendim si, të heqim vota doktorit dhe të japim doktoreshës, s'po bëj emra unë, se s'po përket, ose një tjetri. Dhe sepse këta dua unë që të kem deputet në grupet tim parlamentar. I mirë shumë është doktori, por nuk e duan, ose tjetri, këta që ka bërë ankesë. Ka pra një gjë okulte dhe deri ku shkon kjo gjë sipas gjykimit tënd. Dhe sipas fakteve që kanë ndaj. Ky është dhe thelbi. Flet për ekzistencën një regje të fshehtë, e cila mund të ketë riorganizuar dhe rishpërndar votën e demokratëve me qëllimin për ta bërë këtë gjë, dhe kjo gjë do të brenda familjes, pra brenda Partisë Demokratike. Unë besoj që janë disa çështje kyçe që të analizojmë këtë gjë. E para është dyshimet për ndërhyrje në struktura, që nuk është vetëm thjesht një rast i izoluar, pra, rasti i zotit Ali Mehmeti. Po mund të vinë edhe nga kundërshtar të tjerë politik, të cilët dhe temi është ajo dora e padukshme që kërkojnë që Partia Demokratike të mos jetë aq e konsoliduar dhe të funksionojë me njerëzit më besnik që janë brenda partisë.